triljardat. Si nuk e takuam njëherë këtë mas të themi në ndaj edhe në një buqet pak shakari. Kthehemi në pjesën e tretë të emisionit dhe do të diskutojmë për inteligjencën artificiale. Për të ardhmen, kur them diskutojmë për inteligjencën artificiale, automatikisht mund të themi po diskutojmë për të ardhmen, sepse ashtu shihet që inteligjenca artificiale është përfshirë në çdo fushë, është përfshirë në mjekësi, është përfshirë në teknologji, është përfshirë në gjithçka që na rrethon. Dhe patjetër që ne duhet të mësojmë të jetojmë me inteligjencën artificiale, pavarësisht që bartë edhe rreziqet e saj, por ka edhe shumë të mira për të cilat ne mund të përfitojmë prej saj. Për diskutuar për këtë temë, kam kënaqësinë që me mua në studio është Darsej Rizaj, ekspert i IT-s. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Meqense duhet bashkëjetojmë me të ardhmen, duhet bashkëjetojmë me inteligjencën artificiale, sepse është e ardhmja, duhet të dim ta mësojmë. Duhet të fillojmë ta kuptojmë radhë parë dhe pastaj edhe ta mësojmë. Dhe kjo rrjedhimisht lind pyetja edhe për fëmijët tanë, të cilët do të rritën, e ardhmja do të jetë edhe më e përfshirë nga inteligjenca artificiale, si duhet të veprojmë me fëmijët sot. Sepse ne të rriturit pak a shumë të filluar t'ja marrin dorën. Edhe. Edhe pse shumica sot jon ka e përdorin, nuk është në një mshefësi që me thonë ose një ekskluzivitet për botën e teknologjisë. Problemi që ndron të mëdhajt që e përdorin shumë në formë bazike. Formë bazike? Po. Çka nuk kupton kjo formë bazike? Forma bazike është kur ti e përdor për me ta ndreq një tekst, e kini pyetje, ta jep një përgjigje, ta gjeneron një foto, ta rregullon një email, ndoshta e lyp diçka pak më komplekse, po dhe ato e kryn. Forma avancuar është kur ti e trajton ato si një asistent personal të undin, ose si një bashkëpunëtor të undin, ose si punëtor. Edhe është në gjendje me të kryt detyra të avancume. Kur thon detyra të avancume, nuk po them vetëm për detyra teknologjike, pra po them detyra ku mundet me kry një detyrë prej fillimit deri në fund, që ndoshta një individit ose një personit i ke zhvyt një javë me kry, ose një ekipës, ai mundet me kry për disa orë në mënyrë autonome vetë. Me arrit një si forme të kontrollit, unë besoj që kjo është hapi i radhës për seslin prej neve që duhet me mësu. Po me u kthy tash te pyetja e fëmijëve, që duhet na me ja mësu fëmijëve se me ja prezantu, me njoftu me inteligjencë artificiale, unë besoj që është shumë e rëndësishme piknisja edhe arsyeja pse fëmijët po njoftohen me ta. Fatkeqësia në jo vetëm vendin tonë, që mos më bëj shumë negativ, po kjo është fatkeqësi globale, është që arsyeja primare pse nxënësat edhe studentat kanë filluar me përdor është për me u kry detyrat e shtëpisë, ndonjë prezantim, tema, të cilat o dosha ta vetëm i kry. Unë mendoj që kjo është një kapacitet shumë i madh i keq përdorur prej kësaj gjeneratës, edhe mendoj që është damtuese për ta, për shkak se peja me janojnë vetës rastin me zhvillu mendimin kritik, me zhvillu aftësitë e kërkimeve, kur po them kërkimeve, jo vetëm kërkim me lyp search në Google, po me pas kërkime për një temë të caktuar, me qenë pak më shumë i involvuar në temë të cilën ata janë të dashur me mësu. Nuk mësohen sendet kur ti janë shkalon hapat fillestar rreth sajna. Kështu që kjo është diçka që mendoj që duhet na si shoqëni me u marrë rreth kësaj teme, edhe me provu fëmijët me i drejtu në anën se çysh mundet ai me përdor çaj fëmijë për me i kuptu, edhe për me përdor si vegël për me mësu. Jo vetëm me kopju. Me kopju. E shohim, në fakt kemi pasur edhe të dhëna që janë bërë edhe në vendin tonë, edhe nga organizata e teja, për shembull, që bëjnë monitorimin edhe ullumtime të ndryshme në arsim në vendin tonë, dhe është parë që mbi 90% e nxënësve, nëse nuk ka bëj, përdorin pra inteligjencën artificiale për kryerjen e detyrave në shkollat tona, në vendin tonë. Dhe tani është bërë
mund të themi që është bërë një keq kuptim nga ana e nxënësve se për çfarë duhet përdoret inteligjenca artificiale, apo nuk ka pasur kush t'ia shpjegoj atyre se çka është fillimisht, edhe se si mund të përdoret, edhe a mund ta kufizojmë, domethënë në një mënyrë që të mos rrezikohet pra që të fëmijët me humb kreativitetin, me përdor vetëm për detyra, por t'ia shpjegojnë në një formë tjetër, t'ia prezantojnë një formë tjetër se për çfarë mund ta përdorim inteligjencën artificiale. Kjo ka qenë edhe instinkti i parë i shkollave dhe universiteteve me shku drejt në blokim edhe me bo ilegale qasje në inteligencë artificiale për procesin. Po është qasje shumë e gabume, se nëjna t'i folë për veglen që ka me na përcjell me vite. Edhe është ka ndronë çdo profesion edhe ka me qenë vegel primare për secilin prej neve. Tash nëse ti blokon veglën kryesore të njerëzimit, që ka me qenë vegla që ka me na mbajt këtë ekonominë e gjithçka rreth neve, viteve të ardhshme, çka jena t'u eduku na fëmit. Kështu që problemi tjetër është që kërkush nuk e shku dhe me ja o tregu në fëmijëve me thonë që kjo është vegla tash çtu kena me përdorë dhe me provu, me involvu, me qenë pjesë e procesit të mësimit, jo me qenë si një vegël që operon në, që thojnë, grey area, në mënyrë ilegale dhe dikush bot që i mshel syt hajtë se miro, ose ka dhe asi tjerë që merë non-stop me këshyrë a e ka shkru e jo, a e ka shkru njeri, do me thonë, është kriju një farloj lufte e brendshme në sistem të arsimit, që ma shumë ka shkakton probleme, se sa që po jep zgjidhje konkrete. Nëse e këshyrim, që mësojmë na njerëz, mas shumë të mësojmë kur jena të involvum temë, kur jena të kriju diçka rreth temës, kur jena për veti krejt kujtimet më të mira dhe mësimet më të mira për krejt jetën, ka qenë për temat të cilët unë ndoshta jo marr me rreth asaj temës, jo me temë direkt, por rreth temës. Për shembull, nëse kena pas ndonjë organizim në shkollë ku kena dashur me bën ndonjë video instalacion për një temë të caktuar, një problematik shoqërore, unë e ma shumë kom su për qatë problematikën shoqërore gjatë qasati sesioni saj na marë për me ndërtu diçka rreth saj, se sa të kësha marë dhe veç me lexu teori. Më thonë, eksperienca që shindin, najna krijesa që kena shumë shqisa, nuk e kena veç të lexumen si shqisës të ndëgjumen. Kur ti e me kej qenjen tonë dhe i përfshim, atëherë e mëson ma mirë. Inteligjenca artificiale mundet me ta mundësu normal, jo krejt, po ta faciliton me t'i jap disa mundësi të reja për një nxënës, ose një student, që me mujtë rreth temës të caktume, ai me fillu me kriju, ai me fillu me ndërtu, nëse është i na ty folë për fizik, edhe është një temë shumë abstrakte, e lexon se kupton, vend që me përdor inteligjencën artificiale për me ta zgjidh detyrën, ndoshta ai mundet të përdor inteligjencën artificiale për me kriju një mini laborator, një lojë të vogël rreth asaj problematikës të fizikës, edhe me pas qasje vizuale rreth sajna. E kur ti i përfshim në çat temë, ki me zgjidh probleme rreth asaj formulës, rreth kësaj, çto janë ato mësimet për ton jetën që mbesin shaj në trunin tënd, edhe e ki kontekstin shumë atë zhvillum, diapazonin e ki të hapun rreth problematikave të ndryshme, benefiteve, çka i bjen çaja temë, ç'kjo është përfshirje në temë, jo vetëm absorbim i një temë saktume. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse unë kujtoj të kaluarën kur kemi qenë nxënës se ka pasur raste që nga një profesor, nga një arsimtari, një lënde, patjetër ti është dashur t'ia thuash rregullën se si është. E kuptove se kuptove, një fjalë më ia ndryshu, nuk të është marrë sakt. Edhe nëse ti e mundu, ndoshta me shpjegu me fjalët tua. Dhe kjo pastaj ka nxitur edhe një mësim përmendësh. Një mësim jo për ta studiuar, po për ta mësuar mësimin ashtu si shkruhet, sepse ashtu i e vlerësu. E në këtë rast, pastaj në jetën e përditshme ose në aspektin praktik, ti shumë pak e arrit me shpjegu, sepse nuk e ke kuptu tamam. Kjo është e mrapshta e krejt sistemit edukimit global. Edhe kjo ka të bëj me prej ka fillu burimi e sistemit edukimit, është prej revolucionit parë industrial. Edhe ajo është bo për me kriju punëtor për fabrika që s'kan shumë pytje, jo në gjendje me mësu përmensh procesin, me që dorën kur kanë ndonjë pytje nëse është ndonjë problem, gjatë prodhimit edhe me përfundu me qash, mëse pas ma shumë ambicje se qash. Tash nëse i shikojmë aftësit e të ardhmes,
ose sipas World Economic Forumit, ose sipas McKinsey raporteve, që ato aftësi memorizimi i përhershëm normal, na duhet me trunin me forcu për me mujtë me majtë mend, po s'ki nevojë me forcu trunin 12 vjetë për me majtë mend. Edhe atëre e shojmë që krejt që i mësim, mënyrën që ka bot është rreth memorizimit, edhe rreth regullave, edhe rreth notimit, rreth disiplinës. Okej, ka deri me një mas, po aftësit tjera si mendimi kritik, mendimi krijimit, edhe shumë aftësit tjera bazë që sot veç po pritët, që jonë kanë me qenë aftësi kyqe, ku inteligenca artificiale është aftësia numër 1 sot e rangume, atëherë që aty vjen ajo ndeshja që jemi të jetu me një vend ku sistemi edukimit sot nuk është të i përbush mo nevojat bazë, nuk është të i mësu gjeneratën e re për aftësit bazë të cilat kanë mi vyt viteve të ardhshme. E mos të foli që na të jetu me një kohë ku na nuk kemi ide çfarë profesione këta mi pas mas 10 viteve. Unë pash së fundmi, dhe me thënë vetëm kam filluar të hapen drejtim me bachelor për inteligencë artificiale, do me thëmë për të studiuar inteligencën artificiale, master, po në vendin tonë, për ata qoftë ne të rritur, qoftë edhe prindërit të cilët dëshirojnë të mësojnë në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme ta përdorin inteligencën artificiale fëmijët e tyre. Kemi vende ku mund të orientohemi, si mund të praktikojmë, domethënë ose të mësojmë për inteligencën artificiale? Nëse e përmende bachelor edhe master, ajo është shumë mirë, po ajo është për njerëz të cilët dojnë me studiu teknologji dhe dojnë mu marrë me inteligencë artificiale në aspektin e teknologjisë. Dojnë mu marrë me kërkime rreth sajna, me studim të asaj temës. Po kjo është, koncepti nuk është i njëjtë sigur se për programera që ka qenë përpara. Se nëse ki dashur mu programer, ki shku në qatë drejtim edhe je bo programer. Inteligencë artificiale nuk është veç për njerëz të teknologjisë, është për krejt. Nuk i nevoj me qenë programer ose me qenë person i aftë shumë në teknologji për me e përdorë dhe me e përdorë si mjetë shumë të fuqishëm rreth profesionit tënd ose nevojave tuja. Kështu që ajo është shumë mirë që është ka bohët dhe ka me ndimu për eksperta që kanë më marrë me këtë fushë. Sidoqoftë nëse e shohim inteligencën artificiale, kjo është aftësi për krejt. Do me thënë, kisha atë kuptimin që veç se është bërë lëndë tash, është bërë drejtim që ti mund ta kesh si profesion të së ardhmës, si ekspert, si njohës. Definitivisht. Sidoqoftë, nëse kthehemi te populata gjenerale, momentalisht vetë në mënyrë që ata mundën me bëu për me mësu, është ose me provu vetë, përmes inteligencës artificiale me provu me hinë këtë rrugë, ose me shku në kurse. E mira është që sektori privat e na zhvillohet shumë shpejt, sidomos për këto fushat teknologjike, edhe ka oferta sot treg, për shembull shkolla digjitale ka edhe për njerëz që nuk janë teknologjik për të rritur, edhe për fëmijë që jemi të ofru mësime të shkollës digjitale, po jo vetëm na, ka edhe tjerë që janë. Domethënë kemi mundësi, mjafton të ulëmtojmë të kërkojmë. Po, mundësia është reale sot në treg, edhe jo vetëm Prishtinë, është pothuajse në çdo qytet të Kosovës, edhe vetëm dallimi është që duhet më jap rëndësinë kësajna. Tash dikush mund të më thonë, po ku tash në më marrë me këtë punë shumë gjatë derisa të mësoj jo, shumica e kurseve zakonisht për jonë ka 5-6 ditë kurse që ti krynë edhe je prej nivelit 0 del nivelin 3-4, me thonë një kogja e ki një zvrastin e mbush me një herë. Edhe një kohë shumë e shkurtë, me thënë. Çajo është esenca, është që kjo nuk është diçka super komplekse, është shumë komplekse për njerëz të teknologjisë. Se ka shumë detaje që ti duhet shumë marrë me to për me arrit rezultatet që i arrim në teknologji. Ajo është botë tjetër. Po kur flasim për botën e njerëzve që nuk dojnë më marrë me teknologji, po i kanë sa në tjera të veta, atëherë me një kurs shumë të shkurt dhe me një kohë shumë të shkurt, ata munden me qenë prej një personi që nuk ka lidhje me inteligencë artificiale ose teknologji, të një person që veç është në gjendje me kontrollu ata dhe është gjendje me shti AI-n me botë detyra për të. E qajo është... Ta letëson jetën, a? Ta letëson jetën në shumë dimenzione. Këtë mbarë vetëm asni që ka dënë ti. Që ka dënë me automatizu një jetën tonë. Për shambull, une personalisht që kom vendos me bo, është gjdo mëngjes më bjen një e-mail ku
krejt accounts që i kom, këtë llogarit që i kom, që ka ndodhë brenda 24 orëve, ma jepsin në formë të lajmit që më ka ndodhë mu dhe që apëm pret sëd që kom e bo, ose nëse kom do njëre takim e shikon kom hi online të qaj takimi me mbajt, nëse kom haru më qënë mesaje, se cili ishe problemet e veta që mundet me zgjidh me AI, edhe mas na e gjendë formën përmes AI-it, për e mujt qatë problem të caktum me a zgjidh. Po kjo po foli për neve të mdajve. Për fëmi, ka shumë hapsina tjera, ka shumë sende që mundë minimu ata me zhvillu kreativitetin, thjesht ti e t'ja jep fëmive mundësin e krijimit, ndash në art, ndash në muzik, ndash në loja, ndash në shkencë. Është gjëna kur ata e përdorin edhe e shohin veç si një mjet që mi kryen detyrat edhe nuk merrna me to. Të më thënë, nuk qenë ka problemi i inteligencës artificiale që ta vret kreativitetin, por mënyrën se si e përdorim gabim ne. Definitivist, është... Se kështu është thënë, është një intervist me këtë Sam Altman që e vetë një intervistus, thotë, ja banë, thotë, është e vërtet që inteligenca artificiale pi bën fëmit ma budal, me thonë, në lëshru ka qenë kështu statement e tina. Edhe përgjigja e Sam ka qenë për disa po. Se ketë mbarët që shë përdorë. Nuk ta shkatron kreativitetin, në fakt ta përforcon. Edhe ketë mbarët i perspektives, nëse ti je artist, mundesh me shfrytzu inteligencën artificiale me i gjetë mediume të reja se çka mundesh ti me kriju edhe çfarë lloj arti mundesh me prezantu. Kështu që nuk bën me këshyrë si diçka të keqe. Patjetër, dhe është mirë ta studiojmë, ta mësojmë në mënyrë që ta dinë ta përdojmë mënyrën e dur. Unë të falenderoj shumë për kohën.